Aktivistët e Lëvizjes Bashk pak më herët kanë dashur të hapin një banderol në hyrje të samitit të diasporës ku shprehin qëndrimin e tyre o me Belinda Pallukun o me Bashkimin Evropian, sepse nuk e shohin të mundur që të ndodhin të dyja gjërat. Pra të mbajmë njëri kaq të korruptuar, i cili nuk është lejuar që të spaku të veprojë ndaj tij duke arrestuar, duke hequr imunitetin, ndërkohë që duam dhe flasim dhe bëjmë propagandë për integrimin e Bashkimit Evropian. Diaspora gjithmonë ka tërhequr një shoqëri drejt zhvillimit dhe kam një thirrje për gjithë ata shqiptarë të diasporës. Detyra juaj, kontributi juaj është të bëni kritikën ndaj një qeverie, sidomos qeverisë e Edi Ramës, se kemi bëjmë një kryeministër që e ka shqitur interesin kombëtar. E ka shqitur interesin kombëtar dhe tani po përdor diasporën për të bërë propagandë. Por kjo ngelet në ndërgjegjën e secilit për jush. O do mbështesni Edi Ramën ose do e bëni kritikën për ta tërhequr vendin përpara, dhe mendoj se kjo e dyta do të ndihmonte shumë popullin shqiptar. Ndërkohë që aktivistët e Lëvizjes Bashk ndodhen të arrestuar dhe të shoqëruar në komisariat. Kjo është e turpshme në fakt se si policia e shtetit me uniform ka guxuar të qëllojë mbi aktivistët të cilët thjesht po shprehin opinionin e tyre, mendimin e tyre se si e shifin ata një proces kaq shumë të rëndësishëm që gjithë populli shqiptar e ka pritur prej viteve 90 integrimin në Bashkimin Evropian. E ka dashur, po kushdo e ka marrë pushtetin duke i premtuar Bashkimin Evropian, por në fakt i ka dhënë ministrat korruptuar, kryeministrat të korruptuar, njerëz të cilët na kanë shit për 2 lekë, na kanë shit për 1 euro. Dhe ky është momenti që mbahet dhe përdoren shqiptarët e diasporës për të bërë propagandë sërish, ndërkohë që mbi shqiptarit këtu ufrohet dhunë, grabitet prona edhe nuk ka të drejta të njeriu. Ndaj, nuk bëj thirrje gjithë secilit që këtë qeveri të korruptuar të mos i mbështesi, por përkundra, si ta pushtojnë në fytyrë.